Ish drejtori i shoqërisë publike të naftës Alpetrol Endri Puka, i njohur si mëkëmbës i Koço Kokdhimës, rezultoni përfshirë në një skem korruptive sa banale aq edhe flagrante me kompaninë private të naftës Bankers Petroleum në akuzë për gropën 5.5 miliard euro me pasurinë nëntoksore të Shqipërisë. Përmes veprimeve korruptive, Puka dhe ustallarët e Bankers kanë dëmtuar shtetin shqiptar në funksion të përfitimeve monetare të kundraligjshme të përbashkëta. Endri Puka ish administratori i kompanive të Koço Kokdhimës, ka drejtuar Alpetrolin gjatë periudhës 2014-2018 me ndërhyrjen e dyshuar të ish pashait Jugut parakrisjes me Edi Ramën. Për postë të tjerave, kontrolli i lartë i shtetit në një raport të vitit 2017 ka konkluduar se Alpetroli ka shkaktuar shtetit 150 milion euro dëm si pasojë e monitorimit të dobët të marrëveshjeve hidrokarbure me Bankers. Sipas raportit, kur drejtohej nga Endri Puka, Alpetrol ka miratuar pasqyrat e fryra dhe abuzive financiare të Bankers, kompania e cila çdo vit manipulonte shpenzimet për të mos paguar taksa dhe përfituar nga skema e TVSH-s, siç edhe ka konfirmuar hetimi i prokurorisë Fier. Mashtrimi i madh financiar i Bankers është zhvulosur nga Alpetrol, ku palët dyshohet se ka ndarë plaçkën e vjedhur. Gjithashtu Alpetrol është implikuar në skandalin e shpërthimeve në Patos Marinës, duke lejuar Bankers për të injektuar sasi squfuri në kundërshtim me normat e lejuara nga OBSH. Favorizimi i Bankers nga Alpetrol duke tradhtuar interesin publik është bërë nga të gjithë ish administratorët dhe nga drejtuesi aktual Eltar Deda, por Endri Puka ka vendosur që t'i marrë një pjesë të parave nga Bankers përmes sistemit bankar me kontrata dhe faturime fiktive. Në vitin 2019, pas shkarkimit si administratori Alpetrol dhe hapjes së një dosje penale, Endri Puka themelon kompaninë Exxon L&BC me objekt hartimin e strategjive të biznesit. Puka është administrator dhe aksioner me 75% të aksioneve. Gjatë viteve 2023-2024, përmes kompanisë Exxon L&BC, Endri Puka përfiton 1.4 milion euro nga kompania Bankers. Hetimi i prokurorisë së Fierit për aferën Bankers ndon se i Brish dhe i Mangët ka konstatuar se faturimet mes Bankers dhe kompanisë së Pukës janë fiktive, që do të thotë se Bankers i ka dhënë Pukës 1.4 milion euro jo për ndonjë shërbim të ligjshëm, por në kuadër të skemës së vjedhjes kur Puka drejtonte Alpetrolin. Nisur nga këto fakte, ngrihen dyshime bazuar në prova se Puka ka dëmtuar interesat e shtetit kur ishte administratori i Alpetrol, duke favorizuar Bankers, ndërsa Bankers i ka dhënë në këmbim për shfet 1.4 milion euro kamufluar si shërbim në dukje irregullt. Marrë nga Prapaskena.